Flasim për një shfaqje të jashtëzakonshme që është organizuar nga Festivali Ndërkombëtar Vokal i Prishtinës dhe Opera e Kosovës, të cilët kanë sjellur në kryeqytet operën breslënse Maria de Buenos Aires. Dje kemi pasur Albanin në takimin tonë të pasditës, Alban Gorancin, me cilin kemi folur për këtë ngjarje, për këtë shfaqje të jashtëzakonshme që është mbajtur në sallën e Kuqe. E në vazhdim, fatosim me Jonilën, na e sjellin rrëfimin për atë se çfarë ngjau dhe sa e veçantë ishte kjo performancë në kryeqytet. Opera brezilianëse Maria de Buenos Aires nga kompozitori Astor Piazzolla u interpretua për herë të parë në Kosovë. Edicioni i 8 i Festivalit Ndërkombëtar Vokal të Prishtinës solli një shfaqje të veçantë ku opera u bashkua me tangon. Që nga premiera e saj në vitin 1968, historia e Marias u bë personifikim jo vetëm i dashurisë, por edhe i mohimit të ndjenjave njerëzore. Në një debutim të paharrueshëm, Piazzolla së bashku me poetin Horacio Ferrer rrëfyen historinë e lindjes, vdekjes e ringjalljes së heroinës. Përpos interpretimit të jashtëzakonshëm të Maris, mezzosopranoja e njohur Flaka Goranci ishte përgjegjëse edhe për regjin, skenografin e kostumografin, kurse kjo operë nuk do mund të realizojë pa punën e korit dhe orkestrës së Kosovës. Flaka Goranci për rolin e Marias e përshkroi si një punë të lodhshme, por të bërë me plot dashuri dhe përkushtim. Këtë nevojë të rëndë dhe epsh të papëshirshëm që shtyen jetën përpara. Maria ishte pak nga kjo çmendur. Karakterin e Maris nuk ka qenë vetëm si karakter si Mari, po si komplet si Maria de Buenos Aires. Ndoshta sot është edhe dalluar që edhe koncepti ka qenë i drejtuar nga femicidi, që edhe si operë e sjell si temë në Buenos Aires, është bën një temë paralele duke prek pak edhe femicidin ngjarjet e fundit që ose shumë ngjarje që kanë ndodhur në Kosovë, por jo vetëm në Kosovë. No sé cómo se dice. Sala otra vez. El sol para apedrearme el miedo como unas migas de su dulce desayuno, como agua que tira 3 pelota por mente. Ka qenë një sfidë e madhe për, domethënë jam si regjizore e shfaqjes, si kostumografe, si skenografe, domethënë një punë shumë e madhe, e cila ka ndodhur për 2 javë, me sjell një shfaqje që për herë të parë domethënë është total një premierë për Kosovën. Ka qenë një punë ekstrem e lodhshme, por në të njëjtën kohë ndoshta e kam bërë me shumë dashuri dhe me shumë përkushtim. Pjesa domethënë gjatë rrugës ka qenë shumë si thosh i kam pa frytet e punës edhe aty ka qenë kënaqësia e madhe. Dirigjenti Kushtrim Gashi foli për përvojën e tij të re dhe kohën e shkurtër të përgatitjes, duke thënë se publiku reagoi në mënyrë të mrekullueshme dhe kjo e bëri shfaqjen më të veçantë. Përvojë e re, drejtën të them, edhe mjaft sfiduese momente, për shkak se kemi pas pak kohën e kufizuar, kemi qenë në një kohë shumë të shkurtë edhe gjitha kjo që sot u realizua do thotë më të vërtet ka qenë një kohë rekorde, po shpresoj që arritëm atë rezultatin që kemi dëshiruar dhe po besoj që ja kemi dalë me përcjell çatë rezultat. Zëri yt si Mari do të sjell kujtimin tënd këtu. Na qysh në fillim, unë Flaka Goranci, solistja dhe Artemida Qarri kemi qenë kjo trioja që kemi pas këtë ide dhe kemi prit kohë gjatë se kur do të realizojmë, sepse jemi nisur nga ajo që është një operë, një operit, si e quhen edhe vetë kompozitori, më ndryshe se ato operat klasike që jemi mësuar me ndëgju, dhe kemi menduar që me siguri edhe publiku mirë do ta pret, që shpresoj, më duket që edhe ishte ajo sot, ndodhe ajo, sepse është muzikë ndryshe, është një muzikë tango që është pak për masën më gjerë, jo vetëm në atë muzikën themi si mësuar serioze klasike.
Koreografi Ruel Demar theksoi rëndësinë e tangos së re të Piazzollës dhe faktin se kjo është hera e parë që performohet në Kosovë. Së pari është një tango shumë e rëndësishme me Piazzolla. Është një tango e re dhe është hera e parë në Kosovë. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është fillimi i erës së tangos në Kosovë. Historia e Marisë për gjithë 24 vitet e saj është shumë e rëndësishme për gruan, si dhe thekson dilemën se kemi nevojë për më shumë njerëz të mirë. Ky debutim historik i Maria de Buenos Aires në Kosovë nuk shënoi vetëm një hap të rëndësishëm për skenën vokale, por edhe një moment ku arti, pasioni dhe përkushtimi i artistëve shqiptar u bashkuan për të sjellë një përvojë të paharrueshme për publikun.